Po heqi dorë dhe... Jo, ata me qindra deklarime ka të PDK-s dhe partive tjera që se domë Kurtin. Kurti e ka bërë... Prerë ka qenë, jo për Glau Kornjusën. Jo, Tomor, Kurti e ka bërë së më Gjatë debateve pas 9 Kurtit, nuk ka pas për Glau Kornjusën. Ka pas deklarime për Kurtin. Kurtin nuk e domë... Si e shikon lidhjen demokratike e cili thot që ne nuk e votojmë sepse s'ka rëndësi kush është individi, po... Po LDK-ja ka qenë abstenuse për fillimit. Kështë problemi LDK-s të tash. A ke pa fushatën që po bëhet nga oponentët politikë dhe mundi vetëm ndaj LDK-s? Mundet edhe një rëthon të tillë, mund të ketë një koalicion përkohshëm, nuk është problemi ose një qeveri të përkohshme, e cila mund të krijohet e vetëm një element është që mund të krijojë Kornjusa. Për zoti Glau Kornjusa po kala. Tash, a jemi apet me një ngërç? Jemi, sepse a i ka propozuar dhe pritet që po ata ministra që i ka propozuar zotri Kurti mund të jenë hipotetikisht të njëjti kabinet, sepse në takimin e ti kur mandatoj zotri Glau Kornjusa... Ja, reformatohet. A i ka dëndroj vetëm dy vende. Qoftë se ka nisëm, qoftë se ka deputet. Të lutem, unë do bëhem minister jashtëm... Jo, por bëndë reformatim ajo. Arta pash një krizën gjashme në vitin 2001, kur ka qenë një krizën gjashme në Tiranë, kur Fatosana automatikisht e futi në tregun politik, Ilir Metën dhe u bëj qeverie përkohshme, ra pas një viti dhe erdhe zoti Mali. Jo, po them. Fatosana dhe Ilir Meta janë një rast tjetër për shkak se ata kanë qenë një subjekt politik në dorë pastaj. Po dhe këta kanë qenë një subjekt politik janë. Tomor, ta përfundoj. Namët ministrat e kabinetit që ka propozuar zotri Kurti në mandatarin e parë kur ishte, tha do ndrojnë vendet, unë dhe ministër jashtëm dhe ky do jetë kryeministër në qoftë se do të jetë. Tash, Dimal Bashin e ka propozu ministër të infrastrukturës. Tash, kryekuvendarin se kemi, të shkrim pastaj për zgjedhjen e kryekuvendarit. Unë s'po shoh këtu zhbllokim. Kush do e marrin në kryetari? Po s'shkon ministri Dimal Basha. Po e ka propozuar Dimal Bashin. Propozimet janë propozimi nuk është vendim. Nuk është vendim. Po ndryshon kabineti. Nuk po shoh. Ka mundësi. Nuk po shoh zgjidhje, po shoh vetëm blokad mbas blokade. Do doja të i pari vendi. Arta, nuk shkon njeriu kryeparlamentar me shku ministër. Ka propozu. Art, ju po e thoni që... Propozimi është veprim teknik, politik, pak absurd. Tamar, ka mujtë mi marrë votat. Ka mujtë mi marrë votat edhe kur ti kesh marrë votat. Po e thoni që Kurti ka bërë një propozim me Kornjusën ose ofertë që është destinuar dështoj? Pa tjetër. Okej. A tha të lutem, termi ti ishte s'ka tha as logjik teorike, nuk e thash unë, e thot zotri Kurti. Nuk kemi as, do thot, mundësi teorike që të kalojmë. Kur thot teorike, praktike është shumë a largë. Doret. Ja, të majnë vota ma pak sonës. Teorike s'kemi 61 vota. Ishte sot një ide interesante, ishte ish deputetit Faton Bislimi, si cili dikur tentoj të kandidatën për kryetar të LDK-s, megjithatë nuk ju mundësua, që tha, Glau Kornjusa e ka mundësinë historike të ofroj një qeveri jo partijake. Nëse kjo ndodh, nëse po themi Kornjusa është i hapur të bëjë diçka të tillë, a mund të kemi qeveri tani apo ai do ta tentoj qeverinë edhe nga Lëvizja Vendosje nga... Po jo me emrat e vetëm subjektit. Jo, ideja ishte e pyetjes që a do ta tentoj këtë qeverinë me ministrat e propozuar nga që janë anëtarë të Lëvizjes së Vendosjes apo mund ta shqyrtoj edhe këtë si ide. Ide edhe e kam, çu më thon, menu të farë pune, por a mund na